Ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në Ballkan Update. Unë jam Habi Hoxha, ne do të jemi së bashku në vijim. Në Luksemburg mbahet konferenca e 4 ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian, ku do të hapet grup kapitulli tjetër për negociatat. Ai për tregun e brendshëm, kryeministri Edi Rama theksoi angazhimin e plotë të Shqipërisë për mbylljen e negociatave me Bashkimin Evropian brenda vitit 2027. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa e vlerësoi inkurajues përparimin e Shqipërisë, ndërsa konfirmoi se në maj do të vizitoj vendet e Ballkanit Perëndimor. Shqipëria ulet pas ditën e kësaj të hënë në konferencën e 4 ndërqeveritare me Bashkimin Evropian. Në këtë raund bisedimesh do të hapet grup kapitulli 3 i negociatave për tregun e brendshëm, që parashikon lëvizjen e lirë të njerëzve, mallrave, kapitalit, si dhe një sër lehtësirash që lidhen me legjislacionin tregtar, politikën e konkurrencës, si dhe mbrojtjen e konsumatorit dhe shëndetit. Delegacioni shqiptar kryesohet nga kryeministri Edi Rama, i cili u ndal fillimisht në Bruksel, ku u prit nga presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa. Shefi i qeverisë tha se Shqipëria është e angazhuar të mbyllë negociatat brenda vitit 2027. Sot sigurisht është një ditë shumë e mirë për ne, sepse kemi një tjetër konferencë dhe çelim kapituj të tjerë, ndërkohë që me presidentin jam shumë mirënjohës për kohën që më ka kushtuar për të zhvilluar një bisedë rreth përparimit që ne po bëjmë në këtë proces, pastaj edhe për samitin e ardhshëm për komunitetin politik evropian. Jam shumë i inkurajuar nga këto zhvillime dhe jemi tejet masat përkushtuar për të përmbushur të gjitha detyrat e kalendarit, që është shumë ambicioz për të mbyllur të gjitha negociatat brenda vitit 2027. Ndërsa presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa e cilësoi inkurajuese progresin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, ai zbuloi edhe turin që do të zhvillojë në Ballkanin Perëndimor në muajin maj. Zgjerimi drejt Ballkanit Perëndimor është një përparësi e qartë për Bashkimin Evropian dhe është investimi më i rëndësishëm gjeostrategjik për paqen, për begatinë dhe stabilitetin e kontinentit tonë, dhe është vërtet inkurajuese të shohësh progresin që ka bërë Shqipëria në këtë rrugtim. Sot po çelim një grup kapitull tjetër dhe ambicia jonë është që të çelim më tej grup kapitull për të negociuar gjatë 3 viti, sepse kemi një kalendar shumë konkret dhe duam që realizojmë. Më herët Shqipëria ka çelur negociatat për grup kapitullet e themeloreve, të cilat lidhen me shtetin e së drejtës dhe sundimin e ligjit në tetor të 2024-s, ndërsa 2 muaj më pas në dhjetor u hap grup kapitulli i marrëdhënieve me jashtë. Flasim tani për zhvillimet politike në Kosovë. Presidentja e vendit Vjosa Osmani thotë se mosheqja e tarifave nga qeveria vetëvendosjes është e turpshme. Osmani i kujton Kurtit se Kosova ka zeruar ndërkohë tarifat me Serbinë dhe nuk e bën me Shtetet e Bashkuara. Përplasja mes presidentes dhe kryeministrit në detyrë vjen menjëherë pas vendosjes së tarifave 10% nga Shtetet e Bashkuara, por edhe në një moment kyç të situatës politike në Kosovë, në kohën kur nuk është zgjedhur ende qeveria dhe kur presidenti Osmani i mbeten vetëm pak muaj nga mandati i saj. Zero tarifa kundër Serbisë dhe ende asnjë lëvizje nga qeveria për të hequr tarifat ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk ka turp më të madh. Kjo ka qenë deklarata e fundit e presidentes Osmani për Klan Kosova, duke evidentuar edhe një herë përplasjen me Albin Kurtin në kulmin e diskutimeve për formimin e qeverisë së re. Ajo ka theksuar edhe një herë se komunikimi me Kurtin është bërë përmes letrave, pra rrugës institucionale dhe jo me email, siç u akuzua nga Kuran Murati, ish ministri i financave i qeverisë Kurti 2, një herësh një nga njerëzit e tij më të besuar. Llogariteni sot në prill 2025, Kosova ka 0 tarifa ndaj Serbisë, kurse i ka vënë tarifa aleatit të vet ekzistencial SBA-ve. Për mua kjo është turp. Është turp. Osmani akuzoi qeverinë e udhëhequr nga Kurti për një kurs të pashpjegueshëm afrimi me Serbinë, teksa paralelisht aplikoi tarifa 10% ndaj shtetit që garantoi vetë ekzistencën e Republikës. Tani unë kam mundur të bëj diçka tjetër, unë kam mundur duke qenë udhëheqëse politikës së jashtme, ku edhe kushtetuta dhe komentari kushtetutës sqarojnë qartë që presidenca si institucion përcakton objektivat strategjike në politikë të jashtme dhe ekzekutivi thjesht i zbaton. Për hir të koordinimit e kam dërguar këtë në cilësinë e propozimit, si lloj propozimi. Komunikimi në Twitter nuk ka qenë me qeverinë e Kosovës, komunikimi në Twitter ka qenë me palën amerikane, sepse ne jemi informuar nga Kongresi Amerikan që
koha ka qenë esenciale, momentumi ka qenë esencial dhe më e rëndësishmja ka qenë në atë moment që Kosova të dalë e para nga e gjithë bota publikisht me këtë propozim. Sepse ne nuk humbim asgjë ekonomikisht nga ky propozim, po mbi të gjitha, ta sqarojmë një gjë. Kjo s'ka të bëj me çështje fiskale, kjo ka të bëj me aleanca strategjike. Presidentja theksoi se propozimi i saj i artikuluar në interes të Kosovës do duhet të mirëpritej. Lulzim Rafuna, kreu i Odës Ekonomike të Kosovës, më bashkohet në këtë komunikim të drejt për drejt. Lulzim, përshëndes, besoj se gjatë kësaj kohe keni qenë të kyçur dhe keni dëgjuar intervistën, pra një pjesë të intervistës dhënë nga presidentja Osmani, ku ka folur për çështjen e tarifave të Kosovës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, për ajo ka theksuar dhe njerë se është e rëndësishme që Kosova t'i heqë këto tarifa si një shenjë për të shprehur minimalisht mirënjohjen për kontributin që SBA-t kanë dhënë për formimin e shtetit Kosovës si një shtet i pavarur. Nga krau tjetër kemi një qeveri e cila ka zgjedhur të përplaset me presidenten Osmani. Do doja ta nisnim këtu bisedën nga kjo përplasje dhe nga fakti sa i rëndësishëm është ky veprim përballë aleatit ton Shteteve të Bashkuara. Po, është fakt dhe ne si Odë Ekonomike e Kosovës kemi kërku para shumë ditësh që kjo tarifë doganore të jekët për mallrat me origjinë të shteteve për mallrat që vinë me origjinë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është një tarifë doganore e cila është vendosur që një kohë e sa, mirë po asnjëherë nuk e ka zgjuar kurrështin për shkak që kemi pas eksport dhe import shumë të vogël. Mirë po me vendosjen nga ana administratës Trump të tarifave që i vendosi të rritura ku e përfshiu dhe Kosovën me 10%, Shqipërinë me 10%, Malin e Zi me 10%, ndërsa Serbinë 37%, Bosnën 35% dhe Maqedoninë e Veriut 35%. Kërkesa dhe Odës Ekonomike ishte që të tregohet një hap tutje dhe ta shprehim atë mirënjohjen se çka kanë bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Kosovën. Dhe mbështetëm edhe kërkesën e presidentës dhe jemi ende në mbështetje 100% të presidentës për t'u hequr kjo tarifë doganore. Kemi qenë befasuar me reagimin e ministrit Financa ku në një farë forme akuzon presidentën që ka dërguar mas orarit të punës kërkesën, që thuaj se ti ministria ose ministri janë detyrë vetëm prej 8 deri në ora 4, një orar administrativ i stafit civil. Dhe në këtë rast i dashur të mirëpritet dhe të largohet kjo tarifë doganore që mos ta shprehemi atë respektin ndaj gjitha që ka bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për popullin e Kosovës dhe për shtetin e Kosovës. Është një tarifë që edhe në kuptim fiskal ministri nuk e ka të drejtën se nuk ka asnjë ndikimi në buxhetin e shtetit. Është 105 milion importi që importojnë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëse heqet ky 10%, atëherë bie që 10 milion janë në total për tërë vitin edhe ato, që në buxhetin e shtetit është një pikë në deti, si ta quajmë. Nuk ka ndonjë efekt dhe nuk lën ndonjë zbrasirë shumë të madhe. Dhe çka është shumë interesant se largimi i tatimit të doganor sipas legjislacionit në Kosovë bëhet vetëm me një akt në ligjor nga Qeveria e Republikës Kosovës. Çka nënkupton që ministri i financave propozon, kabineti i kryeministit ose qeveria me një vendim e largon atë tatim doganor, siç e ka larguar për shumë shtete, këtë rastisht ta largoi edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çka është anomalia tjetër, që 10% e kanë edhe mallrat që na vijnë prej Rusisë dhe që na vijnë prej Kinës. Dhe këtu nuk është dashur që Shtetet e Bashkuara të Amerikës tani të jenë në këtë nivel me Kinën ose me Rusinë, ndërsa siç e ka thënë presidentja me Serbinë në tatimin doganor kemi 0 si rezultat i CEFTA-s që kemi në rajon. Me sa po kuptoj, është një veprim fare i thjeshtë dhe nuk kuptoj pjesën tjetër nga ana e qeverisë në detyrë, edhe pse ajo është mjaft e zënë me procedurat e diskutimit për gjetur numrat, për formimin e qeverisë së re, po çështjet e politikës së jashtme nuk presin. Nuk e kuptoj pse nuk është ndërmarrë një veprim i tillë. Nuk presin edhe kur po ka nevojë qeveria mi emëru anëtarët e vet nëpër bord dhe po mund takime në 10 natës. Edhe ato takime online, pi emëron nëpër bord dhe nëpër agjenci zyrtarët që kanë konkuru, kështu që i dashën edhe këtu të ndërmirën veprime në mënyrë që të largohet kjo tatim. Është një veprim procedural shumë i thjeshtë, nuk kërkon një aprovim prej Kuvendit të Republikës Kosovës. Kuvendi mjafton vetëm me dërgu një akt që njofton që e ka largu tatimin doganor. Domthonë është një procedurë shumë e thjeshtë administrative që kish mund me një kohë shumë shkurt, me një periudhë shumë shkurt mu largu
edhe kishëm tregu një akt respekti, mirësjellje, po dhe një shtrirje dore për të ardhmen që me gjetë një mundësi që me sjellë investime amerikane në Kosovë. Po janë këto pikërisht momentet që vlejnë të paktën nga çfarë mund të bëj një shtet si Kosova përballë aleatëve të rëndësishëm më të madhit Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po edhe një dilemë tjetër kisha unë këtu. Është kjo një vijimësi e qëndrimit kokëfort të qeverisë në detyrë të Albin Kurtit përballë presidencës? Pra ka të bëjë drejt për drejt me sfidën Kurti Osmani, apo? Shiko, kur është interesi i shtetit të pyetje, nuk ishtë dashur të ketë një konkurrencë ose të shifet një farë, si të them, një farë tensioni mes presidentës ose kryeministrit. Ne kemi pas rast që një kohë me pa që presidentja nuk është e pajtimit ose nuk pajtohet me disa veprime që i bën, që i ka bërë qeveria, për arsye se tani quhet qeveri në detyrë, ishtë qeveria, mirë po kur është interesi i shtetit pyetje dhe kur janë miqtan, na i kemi pa edhe reagimet për kongresmenve amerikanë që kanë qenë shumë pozitive në propozimin e presidentës, ishtë dashur që të mirën veprime dhe me të vërtet të largohet tatimi doganor për mallrat që na vijnë për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Prapë theksoj që shteti i Kosovës është shumë falendërues dhe shumë krenar që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë pjesë e historisë së suksesit të zhvillimit të shtetit të Kosovës. Dhe Kosova nuk kish mund me qenë këtu ku është sot pa ndihmën e Shteteve Bashkuara dhe pa mbështetjen e tyre. Për këtë arsye nuk ishte dashur që të ketë lloj konkurrence mes presidentës dhe kryeministrit sa i përket kësaj çështje. Tani nuk mund të rri pa e pyetur edhe për zhvillimet politike. Kemi nesër seancën e 15 prillit. Seanca konstituive betimi deputetëve, faktën do të nxirret publikisht dhe një emër për kryetarin e kuvendit nga subjekti i parë, nga gara e nëntëshkurtit vetëvendosja. Do të kemi surpriza gjatë kësaj seance? Shiko, situata është shumë e panjohur, edhe tani me miq e me shok që janë brenda këtyre partive politike, ende nuk ka një qartësi se më të vërteta do të ketë nesër propozim të kryeparlamentarit, apo do të jetë vetëm fillimi i seancës konstituive dhe nuk do të ketë mundësi të shkuhet tutje, për shkak që lëvizja vetëvendosje nuk do të ketë numra për themelimin e qeverisë dhe nuk do ta propozojë kryeparlamentari. Ka edhe tendenca që mu arrit ai numri prej 62 deputet që kërkohet që ta minimumi i mundshëm për me themelu qeverinë. Mirë po në anën tjetër ka dhe diskutime mes partive politike opozitare, deri ku kanë arrit nuk e dim, po pritën me pas nesër deri në minutën e fundit, po edhe mas kësaj seance pritet që të ketë lëvizje ndërmjet të gjitha partive politike. Kur do të mbahet seanca, Lulzim, kur pritet nis? Do të filloj, pa do të përfundoj është pikpyetje shumë e madhe. Jo, e kam fjalën për orarin, ka një përcaktim zyrtar kur pritet filloj seanca? Po, nesër në ora 12, në 15, ashtu që ka të tjerë presidenca. Në rregull. Të falenderoj shumë për kohën edhe për argumentin tuaj. Kënaqësi si gjithmonë. Ne jemi tani me një zhvillim të minutave të fundit, pas ditën e sotme në fshatin Mërtish, një shtetas 32 vjeçar me detyrë elektricist gjatë riparimit të linjës së tensionit të mesëm, dyshohet se ka rënë kontakt me rrymën elektrike dhe për pasojë fatkeqësisht ka humbur jetën. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë është duke punuar për sqarimin e rrethanave të ngjarjes. Duke lënë pas këtë ngjarje të rëndë me një viktim, ne do të rikthehemi edhe një herë zhvillimeve politike në Kosovë, pa diskutim duke respektuar afatet kushtetuese, partitë ndryshme si AK-ja, MISMA, Lista Serbe apo edhe deputetin Enado Rashit që janë regjistruar sot për seancën e nesërme atë të 15 prillit, ku nuk kanë munguar edhe deklaratat jashtë sallës Kuvendit. I ndjekim. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, kritikoi ashpër qëndrimin e nismës pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, duke thënë se veprimet e saj për të mbështetur pushtetin përbën një ndarje të turpshme nga AK-ja. Ai nënvizoi se mungesa e komunikimit me kreun e nismës, Fatmir Limaj, e ka vështirësuar mundësinë për krijimin e shumicës nga opozita. S'kam komunikim nga intervista e funit e famshme e zotit Limaj. Ka qenë shumë e vështirë pra krijimi i shumicës nga opozita vetveteu, pozicionimi i tij hershëm e ka bërë edhe më të vështirë, ka qenë i parakoshëm.
edhe nëse nisma dhe lima i mbështeshin pushtetin, kuptohet që ata ndahen nga ne, po është një ndarje mjaft e turpshme, për shkak se kemi kërku votë për ndryshim, edhe sjellja e tyre, veprimi i tyre është mjaft i turpshëm. Deklarata e kreut të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës u bë pasi doli nga kuvendi ku u regjistruar për seancën e 15 prillit. Për të qenë pjesë e kësaj seance janë regjistruar edhe deputetët e listës serbe, të cilët nuk u deklaruan publikisht nëse do të votojnë për zgjedhjen e kandidatit për kryetar të kuvendit të Kosovës, që do të propozohet fillimisht nga lëvizja vetëvendosja, ndërsa deputeti nga radhët e Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, Nenad Rashid, nuk u shfaq optimist nëse do të votohet së shpejti qeveria e re, por theksoi se opsioni më i mirë në këtë moment është që partia më e madhe, lëvizja vetëvendosje, marrë përgjegjësinë për krimin e qeverisë. Nuk jam optimist që do të votojmë nesër për qeveri. Nuk është herë e parë që mund të ndodhë një ngërç. Ju rikujtoj se 2014, mos gëbosh, kemi pas një situatë e tillë, atëherë po është kam qenë deputet, por u zgjidh, pas 2-3 muaj u zgjidh ajo krizë dhe në këtë rast po konsideroj që varianta më e mirë do të ishte që partia më e madhe që të formon qeverinë, sepse çdo opcion tjetër do të komplikonte shumë më shumë procesin. Zgjedhjet e 9 shkurtit nuk prodhuan një parti me shumicë qeverisëse. Para në rezultat ishte lëvizja vetëvendosje që arriti të siguronte vetëm 48 vende në parlament. Në vazhdon e takimeve mes përfaqësuesve të lartë të Bashkimit Evropian, ka patur një takim ndër të tjera mes shefes së diplomacisë BE-s dhe ministres në detyrë punëve të jashtme të Kosovës, Donika Gërvalla, ku kjo e fundit duket se i ka kërkuar llogari Brukselit për mënyrën se si është trajtuar deri më tani Kosova në proceset e saj integruese. Me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për punët e jashtme dhe politikën e sigurisë, pata një shkëmbim të hapur mbi domosdoshmërinë që Republika e Kosovës të trajtohet si një partner e barabartë dhe respektuar në të gjitha proceset integruese. Ky ishte mesazhi i ministrës në detyrë të punëve të jashtme dhe diasporës së Kosovës, Donika Gërvalla, gjatë takimit me Kallas, dhe pse gjatë kësaj qeverie Kosova është vendosur në sanksionet e Bashkimit Evropian për veprime të njëanshme dhe të pakoordinuara me ndërkombëtarët. Por pa u ndalur te gabimet e ekzekutivit Kurti 2 në politikën e jashtme, Gërvalla ka analizuar nevojën që Republika e Kosovës të trajtohet si partnere e barabartë dhe respektuar në të gjitha proceset integruese evropiane, duke përfshirë përshpejtimin e rrugës drejt anëtarësimit të Bashkimit Evropian dhe në organizata të tjera ndërkombëtare. Ajo kërkoi që mbështetja për Kosovën të mos mbetet në nivel deklarativ, por të përkthehet në hapa konkret, për mbylljen e procesit për anëtarësim në Këshillin e Evropës, avancimin e aplikimit për anëtarësim në BE dhe heqjen e masave sanksionuese nga Brukseli. Sipas ministres Gërvalla, e ardhmja evropiane e Ballkanit Perëndimor nuk mund të jetë plot pa Kosovën, ndërsa jo më larg se ky fillim jave nga Luksemburgu. Kallas evidentoi tensionet që po rriten në Ballkanin Perëndimor. Ramadan Njëshori është qytetari i parë i Kosovës që ka rrëfyer publikisht me zë dhe figurë dhunën seksuale të ushtruar mbi të nga ushtarët serb gjatë luftës. Ai trondit teksa dëshmon se si pas këtij akti jeta e tij ndryshoi përgjithmonë, ndërsa kërkon të mos trajtohet si një viktimë, por të respektohet si njeri. Ai sot është babai i 3 fëmijëve. Ramadan Njëshori është një nga viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës së Kosovës. Më herët, grata abuzuara seksualisht ndër vite kanë rrëfyer për dhunën e ushtruar mbi to, por rrëfimi i një burri është tronditës. Fundin e shtatorit të vitit 1998, Ramadan Njëshori thotë se nuk do ta harrojë kurrë. Gjatë rrëfimit të tij publik, ai kujtoi ngjarjen që ndryshoi jetën përgjithmonë. Dhe kanë ardhur 2 policë në uniformë, kanë po për kreve, kanë ngre zhag dhe kanë shtimin një banjë atë. Dhe ato ndodhe ma e keqja. Ma e keqja që mund të ndodhe një njerit. Se ato kur në kësha menu që ndodhe mua. Dhe një unë më dhënaj. Duke u përgatiti dytë përdhën, nga britmat e mija, a i shqiptori që u kënë ato, i ka ro deres, o Imrana dhe më kanë zirë vjatë ujtë. Ramadan Njëshori nga Drenica rrëfen vështirësitë për t'u larguar kujtimit të dhunës.
16 mars 2001 jam liru prej burgut me ndihmën e kryqëtorëve. Atë ku jam koni fejun dhe fed mas 2 jove jam martu. Atë ku jetesha me prindë dhe lozën në shatë. Dhe me zi u martua, i thash vetës, do të alon të kalun me mropa dhe da filloj një jetë të re. Por kjo ishte e pa mundër. Se çdo natë më kujtojsh në ajo shumë ka ndodhur. Jetesha me frikë se mos për të dikush para ostin shumë ka ndodhur. Kështu që mas një viti me bashkëshortën dhe vojzën e vogël, Lutrën, u vendosëm me jetu me qëronë shkësu. Të unë njëva pak ma i lirë, por prapë isha i mbyllën në të burgin për mrena. Ai tregon se për vite të tëra nuk e mori guximin të kërkonte ndihmë profesionale, ndërsa kërkon që njerëzit mos ta shohin me keqardhje, por ta respektojnë si njeri. Rrafimi u bë publik në ditën memoriale të të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, organizuar nga Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës. Flasim tani edhe për zhvillimet politike në Beograd. Kryetaria e Kuvendit të Serbisë, Ana Brnabić, ka caktuar për në 15 prill, pra ditën e nesërme, një seancë të jashtëzakonshme të Kuvendit, në të cilën do të zgjidhen anëtarët e qeverisë së re serbe. Kandidati për kryeministër Gjuro Macut ka dorëzuar këtë të hënë në Kuvend përbërjen e re të qeverisë serbe, mes të cilave bie në sy propozimi sërish i Marko Gjurić si ministër i jashtëm. Kryetaria e Kuvendit të Serbisë, Ana Brnabić, ka caktuar për në 15 prill një seancë të jashtëzakonshme të Kuvendit, në të cilën do të zgjidhen anëtarët e qeverisë së re serbe. Kandidati për kryeministër Gjuro Macut i ka dorëzuar ditën e hënë Kuvendit propozimin për përbërjen e re të qeverisë serbe, së bashku me biografitë e anëtarëve të propozuar. Sipas propozimit të dorëzuar nga Macut në Kuvendin serb, pritet që në detyrat e tyre të mbeten disa ministra, përfshirë edhe Marko Gjurić, ministri i punëve të jashtme. Reagimet të ashpra në radhët e shqiptarëve që jetojnë në Serbi ka shkaktuar propozimi i Demo Berishës për postin e ministrit për të drejtat e njeriut dhe të pakicave. Deputeti shqiptar në Kuvendin e Serbisë, Shaib Kamberi, ka thënë se kandidimi i Demo Berishës është një goditje e rëndë për çdo shqiptar që ka vuajtur, rezistuar dhe sakrifikuar për të drejtat e veta në Serbi. Sipas tij, ky emërim është jo vetëm politikisht i papranueshëm, por edhe moralisht i turpshëm, sepse Demo Berisha nuk është një përfaqësues i të drejtave të njeriut. Kamberi e ka identifikuar Demo Berishën si një simbol të mohimit të identitetit kombëtar dhe politik të shqiptarëve të Kosovës dhe të luginës së Preshevës. Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, më 6 prill ja ka besuar mandatin për formimin e qeverisë së re endokrinologut dhe profesorit të Fakultetit të Mjekësisë në Beograd, Gjuro Macut. Opozita ka propozuar formimin e një qeverie tranzitore, gjë që është refuzuar nga koalicioni i qeverisës. Qeveria e Serbisë është në mandatin teknik që nga 19 marsi, pas konfirmimit të dorëheqjes së Miloš Vučević nga posti i kryeministrit. Ne kemi mbritur kështu në fund të Ballkan Update për ditën e sotme. Ju rikujtoj si gjithmonë adresën tonë zyrtare të webit abcnews.al, por njëkohësisht ju mund të na ndiqni edhe përmes valveve të radios në 105 FM. Ne bashkëndajemi këtu, ju falenderoj për vëmendjen, vetëm pas pak vjen kolegu Nertan Prifti me Sport Center.